Bismillahirrahmanirrahim. Përmendet se dikush shkoj te një dietar, edhe po I thot filani ka fol për ty kështu, pja përmend disa të këqija që I ka fol filani për këtë dietarin. Dietarin dëgjoj edhe qeshin fund. Tha, mirë se vjen oj sadaka, o sevap, pa u lodh fare, o sevap që vjen falas, o sevap pa më ik sinceriteti, o sevap që s'ka hisën ta shejtani me mujt me ma marë. E I tha ti, që për mi bjerë fjallët e tia, dije që aj e kalshu një shigjet në drejtin tamen, ama qaq largë u konë sa s'ka mujt me ardhë, ti ma prune qatë shigjet dhe ma ngullin zamër. Pse nuk e leh shejtanin me gjithë nej person tjetër që ka me ma pru këtë, po erdhe ti. Aj që ban fjalë, ti sjell ty, ka thonë filani kështu, ka thonë filani ashtu. I njëjti është që qëtë edhe ti nëse fol ka mja qua ti tjetërt. Allahu I lartësuar në Koran ka thënë, mirë për ata të cilët mbartin fjalë me bo fitnë mes njerëzve. Mirë për ata të cilët ngjesin fjalë, mirë për ata të cilët shpifin fjalë, përqeshin përmes syrit, përmes gojës, përmes gjesteve, etj. Për njerëzve më të ligë që e shkatrojnë vetveten, janë ata të cilët e din vete se janë të mangët, e mundohen duke fol keq për ty, duke t'i pru lajmet e të tjerëve për ty, lajmet e këqija. Ata mendojnë se po ngritin veten. Në fakt, ata janë njerëz më të dopt, njerëzit më të këqij. Një ditë, njoni po ma sjell një fjalë të tjetrit. Edhe I thash, çka I thaje ti atij, kur ai ti tha këto fjalë për mu, kur gja. Atëherë çfarë do bie ki që mi sjell ti mu, pse nuk po m'len të mendoj mirë për ta, përderisa nuk po mi thot mu, lem ta kom zamër në shnosh, kërshia ti vllau. Pse t'je lu në rolin e postjerit shejtan, të flasësh keq për njerëzit, të shpifësh për ta, t'i përqeshësh, të bartësh fjalët prej anej kënej, është prej veprave më të dashura të shejtanit, është prej mëkateve të mëdhaja. Mirë, ka thonë Allahu, wail. E fjala wail ulemat edhe ka përkthim mirë, por edhe ka kuptim një lugin në xhehenem për ata të cilët përqeshin tjerët, për ata që I barin fjalët në nxmuese të njëri tjetri. Jo vetëm kaq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk hyn xhenet ai që bart fjalë. Pse bash kaq I ligë? Pse nuk na lën kemi energji pozitive? Lej tjerë të kemë energji pozitive. Mos I bar fjalët e këqija që I folin të tjerët për ta. Se në këtë formë u aprish humorin. Paramendo ti je në momentin më të mirë, vjen ai tjetër edhe thot ka thon filani kështu. Edhe ti e sheh që nuk ja vlen më marr se është shpifja rran, mashtrim idiotësi, e vepër e lig ati, si ja vlen më marr me ta. Tash ti çka kimi bo këtij përballë, thu ja rab, ç'ma prishi ditën me këto budallëçe. Pse njerëzit janë kaq dopt? Pse njerëzit binë në pozita të tilla? Këtë normal, unë nuk mund ta kuptoj, por mbas leximit e shohim se atyne ju mungon burnia, personaliteti. Ata ndjen të mangut karshiteje, ma të dobët, ma të vegjël, edhe dojnë me ngrit, ose duke shpif për ty, ose duke t'i bart fjalët e të tjerëve të ti. Nëse nuk mundesh, vllaut me I nimu, kur dikush flet keq për ta, ti me mbrojt, edhe ti e din që sa qashtu e muhabeti, nuk I drejt me shujt, dush me mbrojt vllaun,
asesi mi aprun fjallën ati tjetër mi apru këti. Qysh e bjen? Çfarë përfiton ky vllau kur edhe nuk është e vërtet, edhe s'ke mujt me mbrojt, edhe çaj bën dobi? A shef se kur far përfitimin nuk ka nga bartja fjalëve. Përveç që i bën dëm ati që po i ban fjalët. Pra nëse ai ka fol atje, e ka një gjuna, ky që e ka bart e ka punë të ti, i ka 2 gjunahe. Keni kujdes. Mos ja falni sevapët njerëzve. Tonight. Po këto e bëjnë vetëm ignorantët. Allahu na ruajt për tyne.